Ramazani, muaj hynor, që ndriçon shpirtin dhe pastron shëndetin. Sistemi imun. Tërë sistemi imunitar i një personi mund të rinovohet duke agjëruar për të paktën 3 ditë gjatë agjërimit. Agjërimi shkakton trupit nisjen e prodhimit të qelizave të reja, të bardha të gjakut, sipas studimit në fjalë. Agjërimi për të paktën 3 ditë mund të rigjenerojë të gjithë sistemin imunitar, madje edhe tek të mëshuarit. Disa dietologë më parë kanë kritikuar dietat e agjërimit, se mund të shkaktojnë dëmtime në shëndet, por sipas studimit të ri, thuhet se në trupin e uritur, gjatë agjërimit, fillon prodhimi i qelizave të reja të bardha të gjakut, të cilat luftojnë infeksionet. Agjërimi rezulton të jetë i dobishëm, veçanërisht për njerëzit që vuajnë nga dëmtime të sistemit imunitar, si pacientët me kancer në trajtim me kimioterapi. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë të moshuarit të forcojnë sistemin imunitar, i cili bëhet më pak efektiv për shkak të moshës, duke e bërë të vështirë që të luftohen sëmundjet e zakonshme. Agjërimi shkakton rigjenerim, e cila bën të mundur që qelizat embrionale të krijojnë qeliza të reja të bardha të gjakut. Në thelb, këto qeliza janë rigjeneruese të gjithë sistemit imunitar. Kjo i jep qelizave staminale për të shkuar përpara dhe për të filluar rindërtimin e të gjithë sistemit. Trupi gjatë agjërimit i largon pjesët e sistemit që mund të jenë të dëmtuar apo të vjetra, pra pjesët jo efikase. Në qoftë se ju do filloni të agjëroni me një sistem të dëmtuar, rënë nga kimioterapia ose për shkak të plakjes, ciklet e agjërimit mund të gjenerojnë një sistem të ri imunitar. Ramazani, muaj hynor, që ndriçon shpirtin dhe pastron shëndetin. Ramazani